Operacioni i befasishëm në Elbasan, arrestohen 2 emra të njohur të botës së krimit. Një operacion i befasishëm i policisë është zhvillua mesditën e djeshme në Elbasan, duke çuar në arrestimin e të paktën 2 personave të njohur si pjesë e botës së krimit. Burimet bëjnë me dije se operacioni u zhvillua rreth orës 15:30 në një prej lokaleve të njohura përgjatë aksit rrugor Elbasan ish Metalurgjia në fshatin Katundi Ri. Forcat e rendit, mbështetura nga forcat të tjera policore, kanë ndërmarrë një aksion të mirë organizuar duke rrethuar fillimisht të gjithë zonën përreth lokalit përpara se të ndërhynin brenda në ambientet e restorantit ku dyshoi se ndodheshin eksponentët kriminal. Informacionet e marra në rrugë operative çuan në ndërhyrjen e menjëhershme të forcave speciale të cilat kanë neutralizuar dhe arrestuar disa persona të dyshuar. Operacioni është cilësuar si një nga më të rëndësishmit e zhvilluar kohëve të fundit në Elbasan, një qytet që prej vitesh përballet me prani të lartë të grupeve kriminale. Deri më tani autoritetet nuk kanë dhënë detaje zyrtare mbi identitetin e të arrestuarve apo akuzat konkrete ndaj tyre, ndërsa pritet që në orët në vijim policia e shtetit të dalë me një njoftim zyrtar. Ky aksion vjen në kuadër të përpjekjeve të intensifikuara të strukturave të rendit për të goditur krimin organizuar dhe për të garantuar sigurinë publike në një nga zonat më problematike të vendit.